Në një kohë kur komisioni i posaçëm i ngritur nga Ministria e Brendshme pritet të nisë intervistimet me 14 kandidatët për kreun e Policisë së Shtetit, kryeministri Edi Rama ka thirrur në një takim ministrat Besford Lamallari, Ervin Demo dhe Toni Gogu, si dhe zëvendës ministrat e Brendshëm Anisa Ruseti, Xhemal Qefalia dhe Silva Caka. Gjithashtu i pranishëm është edhe Sokol Bishga, drejtuesi i komanduar i policisë. Burimet bëjnë me dije se në këtë takim, të thirrur nga kryeministri, po diskutohet lidhur me drejtorin e ri të Policisë së Shtetit, ndërsa duket se po jepen udhëzimet e fundit lidhur me përzgjedhjen, por edhe me çështjen e adresave, e prekur më herët nga Rama dhe që ka kërkuar të zgjidhet me një bashkëpunim mes Ministrisë së Brendshme dhe asaj për pushtetin vendor. Por çështja më sensitive mbetet ajo e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, fakti që një nga të pranishmit në takimin me Ramën është edhe pjesë e komisionit të posaçëm, e përforcon idenë që qarkullon prej ditësh se konkursi për drejtorin e përgjithshëm të policisë do të kalojë nga zyra e kryeministrit. Konkursi u çel menjëherë pas largimit të Ilir Prodës nga posti i kryepolicit, ndërsa si shkak u shfrytëzua mungesa e masave të sigurisë në ish vilën e ish diktatorit Enver Hoxha, gjatë një proteste të opozitës. Komisioni i posaçëm në Ministrinë e Brendshme përbëhet nga zëvendës ministre e Brendshme Silva Caka, sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Brendshme Kledi Angjela dhe kreu i AMP Eduard Merkaj. Ata do të vlerësojnë kandidatët e paraqitur dhe më pas do të bëhet edhe renditja me pikë për secilin prej tyre, bazuar në aftësi drejtuese, eksperiencën, vlerësimet e mëparshme në rolet që kanë patur, por edhe në ato se çfarë do të ofrojnë në pozicionin e drejtimit nëse shpallen fitues. Nga gara u skualifikuan pas një verifikimi para prag 2 kandidate, Suela Sulkaj dhe Jona Gurbardhi, të cilat nuk kanë qenë më parë pjesë e strukturave të Policisë së Shtetit.